Tani, pse si ja u ofron ligji mundësin? Sepse njerëzit që kanë baset ilegale, paraja që qarkullon të baset ilegale, është në përmasat të tilla që unë, nga hulumtimet dhe diskutimet që kanë pasur me ekspertë të fushës, më thonë, dhe kemi arritur edhe në konkluzionin me llogarit pastra matematike, kemi arritur në konkluzionin që në pjesa më e madhe e 3 miliardë të parave që pastrohen mesatarisht çdo vit në Shqipëri, që sipas kalkulimeve që bëhen etj, kalkulime indirekte, se paranë e zezën nuk e shohim, pjesën më të madhe e zën paratë e basteve. Pra, paratë që vijnë nga bastet ilegale janë më të mëdha në shifër. Pra janë gati 2 miliardë euro. Paratë që vijnë nga korrupsioni, trafiqe dhe tjerë, kapin diku te 1 miliardë. Të gjitha bashkë. Pra paratë që vijnë nga bastet janë shumë herë më të mëdha se paratë që vijnë nga trafiqet. Që mendoni sa para vijnë nga trafiqet. Pra paratë nga bastet janë shumë herë më të mëdha se sa paratë nga trafiqet dhe nga korrupsioni.